Një ngjarje tragjike ka ndodhur sot në familjen e fituesit të Big Brother VIP 4, Besart Kelmendit i njohur si Gjesti. Vëllai i tij i vogël, Eldion Kelmendi, ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti tragjik. Ky lajm ka tronditur kudo që e njeh Gjestin, qoftë fansat e tij, por edhe ish banorët e Big Brother VIP. Ish banorja e Big Brother VIP 4, Rozana Radi, ka bërë një postim në Instagram në shenjë zie për ngjarjen tragjike, ku i shpreh ngushëllimet e saj Gjestit. Kur mos të kishte ardhur dita e sotme. Si me ngushëllu një nënë e një baba, si me ngushëllu një vëlla e një motër. O Zot, mbaje pranë e jepu forcë. Gjest behu i fortë, s'kam fjalë, shkruan Rozana krahas një fotoje me fjongo të zezë.